Në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës zhvillohet kampionati evropian I basketbollit për U18 me Ajla Gozdanin pikërisht përfaqësuesin e Federatës Shqiptare të Basketbollit, një ish basketbolliste e fshuar e Tiranës. Ajla, ekipet më të mira të 18 vjeçare në Shkodër, një aktivitet që ja vlen që Shkodra ta merrte përsipër. Po, është viti I dytë që ne zhvillojmë këtë kampionat në Shkodër. Dje kemi zhvilluar U16 djem, ku Shqipëria nuk ka jetë të kualifikuar, me pat një përfaqësim shumë mirë dhe mbështetja ishte shumë e madhe këtu në Shkodër, si nga prezenca e tifozëve. Këtë vit po zhvillojmë U18 djem divizionin C, ku bëjmë pjesë 8 ekipe. Kampionati do zhvillohet nga 21 korrik deri në 26 korrik. Presim sa më shumë mbështetje sidomos edhe nga shkodranët, duke ditur që ka një traditë shumë të mirë basketbolli këtu. Ekipi I Shqipërisë mendojmë se ka një përbërje shumë të mirë, drejtohet nga trajneri Besim Dervishaj, nga zëvendës trajneri Maris Mahmuti. Është një trajner që ka treguar që mund t'ja dali, pasi ka fituar dhe para 2-3 vjetësh me kombëtaren e U18 përsëri në San Marino, ku arriti të kalojë në divizionin B. Shpresojmë që të kemi përsëri këtë lloj eksperiencë, se jo të fitojmë dhe t'ja dalim dhe pse jo këtu në Shkodër. Ky aktivitet shërben për kualifikimin në raundin tjetër? Ideja e këtij kompeticioni është që ne jemi në divizionin C. Në rastin e kalojmë në vend të parë, fitojmë këtë kompeticion, ne shkojmë në divizionin B, ku përballemi me ekipe ndoshta pak më të forta se ne, më të përgatitura, por pse jo është një eksperiencë shumë e mirë për të gjithë përballje. Me që është momenti përmes kësaj interviste, një thirrje apo një mesazh për tifozërinë shkodrane që ta mbështesin kombëtarët? Jo vetëm për shkodranët, por për të gjithë dashamirësit e basketbollit, se jo të jenë prezent, të mbështesin këta djem të rinj, të mbështesin jo vetëm djemtë dhe basketbollin, ta promovojnë pak më shumë, të japin pak më shumë vëmendje, pak më shumë zë, pasi në mediat shqiptare po shohim më shumë për futbollin se sa për basketbollin. Pse jo vetëm për meshkujt, por edhe për femrat, pasi ne aktualisht kemi edhe kampionatin paralelisht të U18 vajza, që po zhvillohet në Kosovë, në Pi. Dhe ato vajza kanë nevojë për mbështetje, pse jo dhe aty t'i japim pak zemër dhe atyre. Ajla, faleminderit. Faleminderit e juve. Kënaqësi.